Përshëndetje të dashur shikues të Radio Televizionit Iliria, si çdo të shtunë po takohemi edhe sonte bashkë prej orës 21 me dy shoqet e miket e mia të dashura që i kam këtu në studio. Edhe do të diskutojmë për një temë që fatkeqësisht po din me na i prish disponimin shumë njerëzve në Kosovë, po din me na thy emocionalisht shumë si shoqëri shpesh herë, po din me na rreziku besa jetën dhe po humbim shumë njerëz si pasojë e mungesës së ndjenjes së përgjegjësisë që e kemi edhe ndaj vetës, po edhe ndaj të tjerëve. Bashkë me Qikat sot do të flasim për aksidentet në trafik. Pse ka shumë aksidente? Nga po buron gjithë kjo energji për me pas qef me e lëndu vetën edhe me i dëmtu të tjerët. Apo të regohemi egoist në momentin kur po jemi në timon edhe nuk po mendojmë për tjerët pos për vetën. A jemi shumë popull sevdali edhe ndoshta zëri i muzikës po ngrit adrenalinën edhe nuk po e shohim se sa është kufizimi i shpejtësisë. Qysh jemi në aspektin ligjor, ndoshta nuk po dënohemi mjaftueshëm edhe me Valentinën e dashur, pedagogën. Do të flasim për këtë temë në shumë dimensione. Me të vërtetë jemi shumë të shqetësuara si çdo qytetar tjetër i Kosovës. Vetëm në 6 muajt ose 7 muajt e parë të vitit 2025 i kishim mbi 13.000 aksidente me 60 e më shumë njerëz të vdekur. Vetëm javët e para të muajit nëntor jemi bërbanduar prej lajmeve në televizione, prej aksidenteve e besa edhe prej vdekjeve që po ndodhin si pasojë e aksidenteve. Qika, po mendoni që në këtë emision kemi me e dhënë një kontribut pozitiv, ndoshta secili që na ndjek kur hyp në timon me qenë pak ma i përgjegjshëm, mos me mendu vetëm për veten, po me mendu edhe për familjen, me mendu edhe për tjetrin që është duke vozitur, sepse jo vetëm që po e dëmtojnë veten, po i dëmtojnë edhe njerëzit e tjerë në komunikacion. E ndoshta i thrasin pak ndërgjegjeve të njerëzve dhe bëhen më të kujdesshëm në komunikacion. Vale, po filloj me ty. Pse po na vinë gjithë këto aksidente? Për një javë, 2 gra e humbën jetën në aksident. Çka po ndikon që me qenë, nuk po thëmë kaq të pa shpirt, po kaq të pavetëdijshëm për damin e madh që shkaktojmë si njerëz? Po gane është jashtëzakonisht shqetësuese numri i aksidenteve, edhe atyne me lëndime, edhe atyne me fatalitet. Është e dhëmshme kjo dukuri që është të ndodhë. Këto fajnë kryesore ka shteti, sepse unë menoj dhe besoj që do të me pas masa ndëshkuese shumë rigoroze për shpejtësitë e mëdha, sidomos për shpejtësitë që e te i kalojnë një shpejtësi të caktuar që është në një rrugë të caktuar. Është shumë e rëndësishme që edhe policët rrugor kur ta ndalojnë dikën në asnjë formë, në asnjë mënyrë të mos falet. Na jena njerëz, jem të gabueshëm, ndonjëherë ndodhet në presion të kohës, e na shqiptarët gjithmonë jena në presion të kohës, na duhet si popull, si njerëz, si individ me e eduku vetveten, me arrit në kohë, me arrit nëse kena një punë caktuar ose një termin caktuar, më mundu më nis me kohë, jo në momentin e fundit, jo në presion tani të kohës, me shkaktu probleme edhe për vetin edhe për tjetrin. Sot nuk është të lashja vetëm ona po di me vozit. Sa do e koncentruar që jem në rrugë, sa do mirë që vozisi, sa do ta kem mendjen të timoni, na rrezikohemi prej atij tjetrit që ndoshta se ka mendjen të timoni. Nuk është gjithmonë që unë që kujdesna, unë e di ose s'di, po është problemi që na shkaktojmë ose kemi rrezik nga ndaj dikujt tjetër. Është e dhëmshme edhe është shumë shqetësuese kur del dikush në rrugë apo kthehet. Sinqerisht, për secilin që e merr makinën me dal në rrugë është ajo ideja apo na kthehet ç'është mirë. Po këto fajet, ndoshta s'po them fajet për përgjithësitë. Përgjithësinë do të marr shteti, organet kompetente që masat që janë të caktuar në asnjë formë mos milo anash, po mu dënohen, mu dëshku me gjobën e merituar ashtu që kanë edhe të caktuara. Indirekt, Valentina ja hedhi fajin shtetit. E shteti e monitoron se cilin rrjedh përmes ligjeve. Apo mendon që kemi ligje adekuate që rregullojnë këtë fushë? Ligje tamam që është dashur në shtatë na çit ngrën. Na e kemi në Kosovë ligjin për sigurinë komunikacionin rrugor publik.
i cili në qoftë se shkelet, në qoftë se ka prova që është shkel, do më thënë personat e caktuar dhe marrin dënimet e caktuara në gjykat, mirë po zakonisht kur personat ballafaqohen me gjykatën dhe ballafaqohen me përgjegjësi penale, janë ato raste kur ata kanë shkaktuar aksident trafiku. Edhe zakonisht me pasoja të mëdha materiale apo edhe me pasoja qoftë të lehta apo të rënda jo materiale, pra me lëndime trupore ose me fatalitet. Në këto raste ata i nënshtrohen përgjegjësisë penale. Mirë po na kemi shumë raste në praktik që personat për shkak të një kundërvajtje e marrin dënimin nga ana e policisë rrugore, mirë po të njëjtin dënim nuk e paguajnë, nuk e përmbushin detyrimin pra të cilin e kanë. Unë personalisht e kam pas një rast kur personi i ka pas 70 dënime për kundërvajtje dhe asnjërin nga to nuk e ka kompenzu. Mirë po edhe sikur ta kompenzonte ndonjërin nga to ose pothuajse të gjithë, prap ka disa persona që dënimi me të holla në aspektin e kundërvajtjes nuk e ngrit përgjegjësinë e tij apo vetdijen e tij që duhet me i respektu rregullat e trafikut publik. Pra konsideroj që në këtë drejtim, nëse një person ka 70 kundërvajtje dhe 70 etiketa dënuese nga ana policisë rrugore, konsideroj që dënimet duhet me u shpërsu, edhe në qoftë se ato nuk vijnë si vepër penale në gjykat, po edhe në qoftë se vinë si kundërvajtje. Qoftë me heqjen e pikëve, qoftë me marrjen e lejes së vozitjes në mënyrë të përkohshme, derisa personi të konsiderohet ose të vedisohet se vozitja e tij ose veprimet e tij janë të kundërlidhshme dhe janë të rrezikshme për shoqërinë. Këti personi ja 5 vite diçka nuk e kam, dikush i ka 70 gjoba. Pavarësisht ai ka paguar ju 70 gjoba, ati u dash një periudhë të gjatë kohore mos më ia dhon të drejtën as me hyp makinë. Vetëm një diçka, unë nuk po muj me kuptu që shka mundësi dikush mi pas 70 gjoba edhe mos me mujt me i paguar me dhënë. Ai edhe nëse i shkon për emergjencë injekcion nuk ish dash me i dhënë. Kushtimisht po them. U mendon një dënim tjetër. Qoftë mi u ndal paga, qoftë që po besoj që ndoshta ai na veshtuhin sistem, ama me të vërtetë. Problemi është kur këta persona nuk janë në marrëdhënie pune. Edhe kjo është arsyeja pse nuk e paguajnë. Nëse nuk është në marrëdhënie pune, ky nuk ka drejt me vozit. Nuk ka drejt as me kap timonin dorë, nuk ka drejt. Ky okay, ka pas ndoshta nuk ka ndodhur me pas diçka me fatalitet. Përndryshe, pse ka te kalu shpejtësinë, ai akoma nuk ka rastis me bën një aksident që ndodh fatalitet, përndryshe për ti çka pritet. Pra po në papajtona me Valentinën, domethënë kur pja hedh fajin shtetit. Nëse një individ e ka çat luks me u dënu edhe mos me pagu dënimin edhe nuk privohet prej kurgjafit, atëherë pse ai mos me vazhdu me qenë i lirë në komunikacion. Kushtimisht po them, shteti nuk duhet me lanë veprimet në dorë të individit. Duhet me ndëshku se cili që ga bën për çfarë do çështje të caktuar. Jo mandej me urreshtu viktimat në forma të ndryshme, sepse viktim je edhe nëse ta thënë një dritë në komunikacion. Problemi kryesor është problemet shumë zinxhir. Unë kam përmend një rast, po na jena të trijat jemi shofere, e uroj shumë që mos më na u hakmer mandej policës, na kena shumë mirë policët, po kur përmendëm këtë ngjarje, e që na po përmendëm realitet, nuk jena ato shpik as të gëny, thjesht po përballemi me realitetin. Unë konsideroj që policia nuk kanë kur farfaja, ata vetëm e zbatojnë ligjin, por derisa kemi mungesë ligjeve. Personalisht Belkize që kam qenë makinë, kemi qenë do kolegë të punës, edhe kemi qenë pak shpejt. Momentin që na handal, i ka disa vite, na handal një policë rrugor, kur e pa shoferin kush është, ishte djali i një ex personi, tha e kum dënu një herë motrën tane, tha dhe i kum shtirë një por këpuca. Do më thonë, e kanë largu prej venit ku ka ardhë më vend të afërt, e kanë largu shumë kilometra më largë, me detyru gati me dha dërheqje, që u dash me u thu shumë gjatë për shkak se ka dënu vajzën. Një njeri të rëndësishëm në shoqërinë tonë. Mon policët janë vështirë me majtë rregull, rend edhe ligj, vështirë prej qytetarëve, vështirë prej të mëdhajve, për me majtë detyrën e vet, e tani ku mos më rreziku jeta njerëzve tonë, këto fëmijëve tonë gjithë secili për neve. Apo mendoni që tash vendosja e kamerave nëpër makinat të policive edhe nëpër semafora ka me i vedisu pak? Ka me i zbutë? Po, sigurisht, ajo është mas preventive. 2024 të specialisht kanë nisë, domethënë çdo praktika me u vënë në funksion, për në tjetër edhe më shumë aksidente kemi. Ndoshta kanë identifiku sa më shumë
raste, e mandejt që shkon të procedura e ndëshkimit, ajo është tjetër gjë, po uroj që aq sado që ketë raste se cilat e trajtuat në mënyrën sa më profesionalit mundur. Nuk është që na dyshojnë në profesionalizmin policëve tonë, se ata janë të parë që kujdesen për rendin dhe për sigurinë tonë sigurisht, po është shumë e rëndësishme që edhe këtyne personave që janë m'ju dhënë e drejta e plot me ursu detyrën e tyre. Na kanë të lëshëm mos me qenë të ndikuar nga politika, nga pushteti. Persona me e kry detyrën e tyre. Kur gjë tjetër. Unë e di që ka raste që dhe kërcënojnë policin. Ti po më dalon mua me numër këto, filan Fisteku më ka ndalu, po do më gjobit, edhe ai zotnia nuk guzon me kryer. Para pak ditëve në media kërkoj këtë dikush ama numrin policit, ke numrin tonë, ama nuk kiti drejt më dënu mua. Pavarësisht se çka dhe cila është sjellja e policit, kushtimisht po them, megjithatë ajo është përfaqësuesi një institucioni. Edhe qytetari duhet me pas një kulturë të komunikimit. Po në anën tjetër duhet detyrimisht me u vedisu prej shtetit, prej policisë, prej institucioneve, për me e rujt na vetën tonë, jetën tonë. A jena i vetëmi popull në botë që jap me shaj nonën e djathtë dhe kthehemi në të majtën? Në momentin kur jenë komunikacion, gjithë shka të ushme pritë. Shiqaj grupeqarë që na vjen. Ka shumë raste, ju ka ndodhur juve prej vozitjes në praktik. Me pa një shofer tërpara që jep shaj nonën e djathtë, vesh kur është të majtën për qikaq, për një fije floku të jetë pa u bos pirë. Mu më ka ndodhur edhe vetë me pa për raste po e zom në Gjermani që kum qenë në vizitë. Aq strikt i shkojnë rregullave të komunikacionit atje, e nështë të njëjtët persona, kur të vinë në Kosovë, janë bashkë si pas qefit tyne, se këto mujna me ndoshta me bona i sanë ju jashtë legjë, po mënoj ju të legjme me... Se nuk ndëshkueme. Se nuk ndëshkueme. S'po du me thonë që kështu po ndonë realitet. Ata e kanë edhe vetdijen... Në një shkollë, një familjarë më tregoj në Zvicër, 20 orë është rruga që është pranë shkollës, vetëm 21 orë ka qenë një vozitës, një shofer aty kalimsti, ju ka marrë leja. Tash po për njësë më shpeksyr, okej, ta vozit me pak, 19, 18, që shdush, o shkolla, nuk ki të drejt. Po se ajë konsiderohet rrezikus potencial shumë rigoroze. Kur e përmende Gjermanin, Vale, ma kujtove një të afërm që jeton në Gjermani dhe tha, atje më nxërë jena prej plakave. Kur jenë në komunikacion. Se dhe më thonë nëse plaka e shen një makinë që e ka thy një regull caktume, ja vetë e telefonan. Ose që është parku keq ose diçka, pse se e shen si mbrojtje ndaj qytetarëve të vendit vetë. E na qka bojmë, ende vazhdojnë me jetu, e që po bënoj që prapë Bilkisja, këto nështë nuk e ka si informacion. Kushtimisht po kishe, dhe më thonë që po na bjenë fshatë qytet me i pas do diferenca. Për shambull në momentin kur jeti të vozit, je shpejt, veç kur e shet dikush që është përballë teje, natën ta bën me drita ose ditën. Pse ta bën me drita? Tregon që polic ka, do më thonë në... Informimi që janë polic të afër, do më thonë njofton që ti më ngadalësu shpejtësinë. Pse? Tash, a duhet, përderisa në Gjermani, do më thonë thirrët dikush që e ka thy ligjin, në komunikacion, ose një regull të komunikacionit, na e mbrojna prej ndëshkimit. Kjo nështë na ka ardhur për shkak që kemi qenë të pushtum edhe ende institucionin ose policin e shohim si kushtimisht si armik, nuk jena ende do më thonë të vetëdijshëm që ajo është pjesë e jonja, është për më na mbrojt neve, po e shohim ndoshta si armik, si ata policia e Serbisë, po megjithatë ishtë dashtë më u te i kalu tash bre, edhe për kundër dënimeve të shumëta. Për shambull, 150 euro tash dënohësh, nëse nuk e ki të ngjitun rrypin e sigurisë. Edhe prapi shesh shqiptarët, Elshërat jeni muzikë të mirë, është shtri as ka rryp të sigurisë, as kujto, nuk po muj me kuptu, a jena shumë pareli, a që kjo çështja mos pagesës së dënimeve është që shprehun që është gjendje me kushet disa dënime edhe nuk e ka hiç dert atë punë, ose çka nuk po na bie tamam. Nuk e di në cilin vend një doktor një vendit i emergjencës e kishte hedhë një foto në rrjetet sociale komplet vendi i gjakosur prej të aksidentuarve që kishte ardhur, edhe e kishte hedhë atë foto në rrjetet sociale duke i bën thirrje shoferëve, duke i thonë hajdeni një ditë ose një orë, shikoni me çka përballum na për shkak të punës juaj. Domthonë, nuk është gjithmonë që na jena përgut, po thjesht është adrenalina, po ndije mirë, shtype gazin edhe ndihu mirë, a në kultura, në kultura në komunikacion. A shkatroj jetën dikujt, mu ndoshta keni pa edhe këtë rastin polici që
nuk din cilin vend ishte në Kosovë, që duke ndalu një makinë, e ndeshën edhe godeten policin, edhe si pasoj polici shpëtoi po kamben, e ka humb kamben, njërën në gjymtyr kamben. Sinqerisht rast Iran i dhemshëm pa fund. Unë nuk e di ku janë organet kompetente që flajnë aty në rasteve, se disa njerëz nuk meritojnë me kap timonin me durat në rrugë. Hiç. Nëse dikush neve na kërcënon me jetë, na po këshyrim çka mi bë aty, na qoftë me shtim borg, qoftë me trajtu si rast, me me probleme atë çka është, sa njerëz i kena na me probleme mendore që dalin komunikacion. Pa e s'kon ndjenja e my dikan, a le dikan keq, a i thjesht e menon veten, apo ndjet mirë gjatë vozitjes edhe ditën e mirë. Na do të me ka të vetëdijshëm si popull, si shtet, si organe kompetente që thjesht kush i thën rregullat, ndëshkime rigoroze dhe s'ka falje. Na mësu që shto duhet edhe kaq. Na i na mësu që do të pak me na trokit kur jemi gabim. Sepse fal dikon, na i na mësu hajtë se të fal, madje pinjollosim edhe uniformen e shenjtë të policisë që janë për sigurinë tonë, po njollosim ata thonë hajtë se ata mujna mi korruptu. Të na asnjë gjë nuk funksionon, nështë e kemi një mungesë të komunikimit ndër institucional. Për shembull, nëse më ka ndodhë prej një rastit, dhe më thonë që më ka ra me taku, një diabetik të vozit, i ka godit 2 fëmijë, i ka shtynë thera në një fshat, edhe as falje nuk ka kërku, fshatarët hajtë përja falim se është i afërm të mos bëhat dami ma i madhë, në rastet e tilla, për shembull, që ka mungon komunikimin mes të institucionit shëndetësor, që nuk jalëshon një diçka që nuk ka drejt me vozit, edhe pse në raste ekstreme jalëshojnë, po do më thonë do të më konë do parametra matës, është alkoholist kronik, të du të me lanë me dalë me kap timonin. A i ka me rreziku qytetarë. Është përdoruesi drogës, dihet pse me lanë me kap timonin. Tash nuk di që janë të rregulluar në aspektin ligjor. Është problemi që edhe këto certifikatat mjekësore që i lëshojnë në momentin kur dikush aplikon me marrë lejen e vozitjes, shumicën e kohës janë formalitet. Gati gjithmonë janë formalitet. Definitivisht. Kështu që unë po konsideroj nështë që e kena të i kalu këtë përse... Jo, nuk e kena të i kalu, bile për kundraze... A mund të dikush me nëzirë për dikën? Se ka pas për edhe rast të tila, autoshkolla e ka nëzirë vetë, pa pas nevoj hiq me shku. Ka raste kur e nëzirë personi për personin, ka raste kur autoshkolla e nëzirë për kandidatin. Kandidatin e ti, ka XX raste, po këtu prandaj këto problemi janë zinxhir, e problemi na nuk mujna me zgjedh as me ndalu vetëm në fond, po do të me qyr komplet, prej fillimit ku po fillan. Ose çka mujna na me që shdohet na me u vedisu si njerës. Me i prek pak ndjeshmërit. Nëse je 20 vjeqar, me ndo pak për nanën bre, me ndo pak për babën, me ndo për motrën, për vllaën, me ndo për këtë shoqëri, me ndo për njerin që është për balteje, me ndo për një shofere ose shofer fillestar, cilin mundesh me e godit, mëse me ndo veç vetën a jam unë i reshtu mirë, po mundohë me po edhe tjetri, që është për vozit. Mundohu me qenë i përgjegjshëm për jetën tënde edhe për jetën e të tjerëve. Jo me të i kalu shpejtësin, veç me i përmbush disa nevoja tuat që po ndihesh mirë. Fundja ku ka mirë me undje të vozit shpejt. Edhe shoferet të reja, e sigurisht në fillim krejt shoferet e rinje, nuk janë ashtu aq profesionalet, sigurt në vozitje, po ata nëse nuk i lojnë akor me dalë në rrugë, që shka me mësu vozitjen? Përse ishtë dash me pas në një regull specifike që i paralemron veturat e tjera, që x vetura drejtohet nga një personi cili është shumë fillestar. Nëse që është rështu gabim, ose nëse shet që ka bo kolon, qaq i dojnë presion, qaq e bullizojnë, qaq e ofendojnë, ty ra buris, ndoshta të hap detaren, të shat, të full vende pa vend, na nuk i dojnë asë më mësu këta njerëz. Okej, ti ke bo përvojnë, po jepja mundësin edhe këtina, kjo do të më vëzit. E në këto raste, sidomos femnat, kja të regon kulturën tonë komunikacion. Është parku të kushkeq, atje jena desa të afrohem, thujena, ku me ditë kush është ajo, kur afrohem është një mashkull. Edhe kështu ka ndodhur kësaj raste. Edhe pse unë personalisht po e shoh që ka ndryshuar mentaliteti i pjesëmarrësve në komunikacionin publik në këtë drejtim. Po e shoh që definitivisht kanë filluar me mirë kuptu edhe vozicin tjetër i cili ndoshta shihet që nuk ka shumë përvojë, e që në të kaluarën ka qenë shumë i theksuar ky aspekti i presionit
qoftë duke i ra buris, qoftë do me thonë me veprime tjera, që vozicat e kam pas në dajtë njëjtit. Po sot e kësaj dite, po mendoj në bazë të përvojës time personale, po mendoj që ka fillu me ndryshu mentaliteti, sidomos është për me marë për përgëzim gjinin mashkullore. Sepse na dim shumë raste që vetë gjenia mashkullore i ka bulizu femrat si vozice. Unë kam pas edhe raste kur një vozice për para 3 viteve e kam pa vetë dhe kam fol vetë me ta, ka qenë duke qajt me za, edhe të ka tregu që unë vetëm pak u vonova derisa ndeza veturën në semafor, pas të hapjes semaforave dhe filan personi, vozici për veturës tjetër nuk e prite, a hapi dritarën dhe filloj më msha, më më fendu e tjere dhe unë ndiva shumë keq, dhe në atë moment, në momentin dhe më thënë që e ka taku dikonin që e nje, e që në atë moment kam qenon, për shembull ka fillu me qajt. Prej presionit psiqik, mirë po kjo ka ndodhë, po thëmë para 3 viteve, po realitetin që po e shosot, sidomos në aspektin e gjinisë mashkullore, ka shumë prej atyre që janë të mirë kuptushëm, shumë prej atyre që t'japin përparësi, edhe pse ndoshta përparësia ju takon atyre, vetëm se janë të mirë kuptushëm dhe kanë kulturë në komunikacion. Pikthena prap edhe njëherë mungesës së ashpërsimit të dënimeve të cilat i shdash mund para pa me ligje. Me ligjet në Kosovë, rrezikimi i trafikut publik është vepër penale. Është i rregullum, do me thonë, me dispozita ligjore. Dhe kjo vepër penale kryesisht kryhet nga pakujdesia. Në momentin që kjo vepër penale kryhet në shumicën e rasteve nga pakujdesia, sepse si natyrë është e tillë që kryhet nga pakujdesia, vetëm në rastet e kundërta, nëse vërtetot e kundërta që është kryer me dashje, është diçka tjetër. Atëherë në këto raste dënimet konsideroj që janë relativisht të buta, për arsye se në aspektin profesional pakujdesia është formë themelor, formë e privilegjuar e një vepre penale. Çka nën kupton kjo formë e privilegjuar? Nën kupton se personi e ka kryer veprën penale në rrethana jashtëzakonisht lehtësuese, dhe këto rrethana merren parasysh në momentin e matjes edhe të shqiptimit dënimit atje. E sigurisht për këto raste, edhe kur përfundoj me fatalitet, në momentin që vërtetohet që janë kryer nga pakujdesia, dënimet kanë me qenë shumë të buta. Na kemi raste për një vepër penale të rrezikimit trafikut publik në njërin nga gjykatat e Kosovës që ka përfunduar me fatalitet, me vdekje në vend të një personi tjetër i cili ka qenë i moshës jashtëzakonisht të re, kryesi është dënuar me dënim maksimal për 5 viteve. Nëse e gjykan opinioni publik këtë vendim, ka me qenë shumë i padrejt, për arsye se vozici ka qenë pa leje të vozitjes, për arsye se i ka thyrë rregullat e tjera, nuk i ka respektu shenjat e komunikacionit, atje kufizimin e shpejtësisë të lëvizjes e tjerë, dhe në anën tjetër viktima ka qenë, mosha ka qenë shumë e re, ka qenë komplet e pafajshme ose i pafajshëm. Po në anën tjetër nëse gjykohet nga opinioni publik ka me qenë vendim i padrejt, mirë po nëse gjykohet nga profesionistët e drejtësisë ka me qenë vendim i lehtëshëm, sepse gjykata ka marrë një vendim të tillë duke u bazuar në formën e kryerjes së veprës penale, formën e fajit që është pakujdesia. Edhe asaj forme të fajit ja ka përshtatë edhe dënimin, e atë dënim e ka aplikuar në bazë të dispozitave ligjore. Për me ardhur deri te një vendim tjetër, duhet prej kuvendit me ndryshu gjanat. Do me thonë kuvend me u propozu ndryshime të ligjet për ekzekutimin e sanksioneve dhe edhe të kodit penal. Nuk po jenë gjendje me obligu dikën me ta pagu dënimin, është në gjendje njëri sa dënime mi u bon këtu si kur liber, më kone anatomi, së rënë dënimet, edhe mos mi pagu, e po flasim për ndryshimet ligjeve. Po, sigurisht, edhe pastaj ato parashkruhen, vjetërsohen, edhe nuk ekziston më mundësia e institucioneve që me i ekzekutu. Me çka të kish luftën, kanë thënë për para, do me thonë një thënie e urtë. Prandaj na si popull duhet mu përqendru për me e rujt vetveten, se nuk është çështja sa po na caktojnë masa për dënim. Për shembull për telefon 100 deri në 500 euro nëse je me telefon dorë mundesh me u dënu. Prej Prishtinës deri në Fushë Kosovë, kur të mbjen me udhëtu, nuk ka mundësi me i pa njerëzit mos me qenë telefon. Po në anën tjetër, sa kilometra do të thonë është distancë vendi, ti i bën nash një orë gjysmë derisa të shkojsh. Deshtën t'imponohet nështë me kap telefonin se
të kalon monotoni vozitja 10 orë, 15 orë, 20 orë, po me gjithatë, në përvende ku ka kolona, ku ka, që thojna në gjuhën popullore, guzhm, në këto vende damet janë ma pak. Po prandaj edhe Do më thonë, janë dame materiale që shtetit gjithqysh i kushton. Sepse vjen policia, besa jove që i kushton shtetit, edhe i kushton personit që ka bë aksidentin. Po pi dëmton krejt njerëzit që janë në komunikacion. Sepse si pasoj e një dritës që e ka godit dikush edhe ja ka thyni një makinës tjetër, ty të bjen me orë tona me qëndru në kolon. Dikush vënohet për punë, dikush vënohet për shpe, dikuj të jetë si një nanës fëmijët atje në qerdhe, dikush tjetër nuk po mrin me shku me i marrë të shkolla, do më thonë dami që ti po e bën prej mungesës së vëmendjes me qenë timon kur ti është të vozit, do më thonë po është shumë dimensional. Edhe atë dama mundesh me kërku me ta kompenzu dikush? Jo. Nuk mundesh. Jo. Na herët ndodh në një distancë të shkurt me qenë 2 aksidente. Pa lëndime, veç me thjesht me gërvishjet makines, po që a i zotnia do me thirë policinë për me kompenzu dami, ama shihet vargu i makinave, i kolonës që të runit vlën veç me e pa. Çka ndodh me krejt që ata shofera tani? Nervozohen, frustrohen, shajnë, bërtasin, të njëjtit dalin në autostradë, kur del në autostradë, 120 është kufizimi shpejtësisë, a i vozit 200 orë për me mrinë kodë caktume. E tani, kur jemi të autostradat, aty më nuk bëhet fjallë për një gërvishje. Aty më nuk bëhet fjallë për diçka materiale. Aty më njerëzit jesin të vdekun. Beso, flokët mbi shami do ishin më mdalë, kur i pash ato 2 zonja, 2 biznismene që kanë ndrojet në aksident. Nuk u mujt me e pa, do me thonë, makinat edhe që ishin në blu, veç që akum ba që po thonë këta tritë skip. Se nuk isha në gjendje me e paset ndikojke në aspektin shpirtëror, në aspektin emocional. A mungon vedisimi, a ishdasht institucionet në për shkolla të mesme me moj trajnime prej dëmeve që vinë si pasoj e aksidenteve në trafik. Sigurisht ishdasht me u përfshi, edhe në korikula mësimore, shkollore, ishdasht me u përfshi si lanë zgjedhore. Ishdasht me shashtris bre? E përmendi Valentina atë rastin që ja kanë amputu kamën policit. Atë rast ishtë dasht në monitor fëmit me e pa, sepse aksidentet në trafik vinë prej njerëzve të ri, në shumicën e rasteve, ose prej njerëzve shumë sevdali, për ndryshe shoferat të ri, njerëz me stabilitet emocional, njerëzit e pjekun, nuk vozitin që thojnë populli si pa kry. Ama ishtë dasht me bë diçka institucionet se me të vërtetë është urgjent, mbrana javës me të shku 3 jetë, definitivisht, ose 2 jetë prej aksidenteve në trafik, kjo është definitivisht shumë shqetësuese, kjo është me të alarm. Kjo është një problem se pasojat janë shumë të mëdha që nështë ngërthen vete shumë sfera tjera. Një prej pyetjeve mundet me qenë a ishdasht me kanë provime për dhanjen do me thonë, për marrjen e lejës vozitjes, a kishdasht me qenë diçka institucionale, që në fakt është institucionale, sepse organizohen nga shteti, po pyetja jam personale është a mjaftojnë orët e parapame që dikush me u përgatit edhe me u aftësu për me marrë lejën e vozitjes. Unë personalisht mendoj jo. Një person që nuk vozit paraprakisht, po edhe nëse vozit paraprakisht, ai nuk e ka të leju me pa leje me dalë në komunikacion. Edhe nëse dalë në komunikacion, policia e dënon. Orët të parapame, kërkush nuk e ndalon kërkujna me shtu numrin e orëve me mbajt edhe tu tjetër. Po ishdasht obligative me po ishdasht me qenë obligative, pajtona me ganën plotësisht. Nuk vjen problemi prej dikujna që alo se kam su ngasjen mirë. Se pikërisht ata që janë të ri munduhen me ka sa me urujtë dhe mos me bë dëm. Unë përkundazi, ata që janë veten shumë superior, që janë shumë të sigurt, ata vozitin shumë keq. Ata vozitin, a ke pa gjithmonë edhe neve femrave sa të mujna në poshtë na vendojnë sikur ju nuk dini. Ata kanë qatë shumë vetë besim, sa që edhe po i bëjnë këto që po ndodhin. Nuk vje problemi për asajna. Unë mënej që shkollat e mesme duhet me pas për një farë organizimi që me i dërgu edhe në qendrat korrektuse të vendit, që me i po
mënyrën që janë ndëshku ata, sa i rëndë është ndëshkimi, po kur dëgjon dikush që ka nejt një vjet, se ka raste edhe kur një vjet është marrë ndëshkimi, e sinqerisht ma nuk e shë naj fardhimbje të madhe ose naj humbje të madhe personale dikush që mund të shkaktu një problem ose vdekjen e dikujt, kur është ndëshku vetëm një vjet burgim. Ajo është jashtë normales. E nëse i qojnë qendat korrektuse me pa që sa e vështirë është vujtja e dënimit, edhe kështë bas pak ma kujdes gjatë vëzitjes. Tjetra, rastet e rana me fatalitet, qoftë me projektor, qoftë me ligjerata, me i tregu sa e randë është dhimbja dikujna që ka humb jetën, dikujna që ka humb që shtaganja e ka humb antarin e familjes. Edhe ndoshta e pa dhe rastet edhe në për emergjencë që janë sa të frekshme janë humbja gjymtyrve ose humbja jetës e dikujt. Po duhet edukim, pa tjetër duhet edukim i trive, duhet të marrë shumë me seriozitet, po këtu nuk jena qare pa hedh fajnë ose me i bo sa ma përgjegjës shtetin, sepse ata janë funksioni kryesori komplet këtij veni, që me hartu politika, me hartu ligje që me i eduku popullin si popull. Nëse na marrim vesh, po tham kështu, nëse marrim vesh me ndëshkim, le të bëhet me ndëshkim. Nëse marrim vesh me edukim, le të bëhet me edukim. Po cila do formë që të na ndikon. Po sigurisht që nuk mundesh me marrë deri te ndëshkimi pa e vendosur në funksion mas pari edukimin. Patjetër, le të jetë edhe edukimi në hap me ndëshkimin. Edukimi do të jetë çdo kohë, ndëshkimi ku duhet. Ku ka nevojë. Po le të jenë të dyat në hapën edukimi çdo kohë, ndëshkimi vetëm ku duhet. Na të vëdisojnë para se më ardh, jo vetëm kur bëhet. Po kur ndodh aksidenti, kur ndodh problemi, le të japim dënimin e meritor kudo që meriton. A edukimi do të jetë gjithkohë. Dënimi meritor në aspektin e drejtësisë na e konsiderojnë që dënimi është meritor, pavarësisht opinionit publik i duket dënimi ol. Sepse për gjykatën, për institucionet që e zbatojnë drejtësinë, ai është dënim meritor, se gjykata nuk mund të më zbatojë një dënim i cili nuk është parapar me ligj. Po thjesht dënimet duhet me u shpërsu me dispozita ligjore. Ne në një shkollë që e kemi në fshatin tim në Llapushnik, është hyrja edhe dalja te ajo shkollë, që unë jam ban het të e përmen, po një jam prendi asoj shkolle. Mu më dhem në shpirt edhe frika më ndon çdo ditë të më kthejnë fëmija shnesh e mirë në shtëpi. Edhe në shpesh e kom ngrit zonin sa ku mujt nuk dija ka folën e kush ma shumë, bile i kom thonë edhe herën e fundit në zgjedhjet parlamentare që ishin, i thash disa deputetëve, nëse ndodh në fatalitet, mos më hajdi për kryeshnash as kryeministër, as deputet, as drejtor, as kërkush. S'm vyni atëherë. Mu ajo është rast emergjent. Neve na duhet veprim, me marr masat e duhura, me bë zgjidhjen. Nuk është diçka që s'bëhet. Ajo bëhet vetëm se kërkush nuk e ka hedh ato seriozitetin e punës që më ndryshua gjendje. Ne prindrit venalit që jemi atë banorët, na sa po mujna po bojnë athirje, po na vetë nuk mujna me shku me ndryshu. E vetë një është me dalë me ndërprej autostradën Ibrahim Rugova, me dalë si lloj proteste, me ndërprej komplet kalimin, që shteti me i kthy syt aty. Na kur të vdes dikush është bën. Besa ku mendua edhe këta me e bën, ndryshe nuk ka zgjidhje tjetër, se do në prejnë me të vërtet domethënë mbien me udhëtim shkolla e Llapushnikut. Shkolla Hasan Prishtina në Llapushnik, edhe nuk di në Kosovë a ka ndaj shkollë që paraqet rrezik më të madh për fëmijët, për prindrit, për mësimdhënësat. Edhe kujt nuk i ka interesu. Jo mundu disa herë saqë. Po veç kjo paraqet rrezik, vale se nuk e përmendë tash paraqet rrezik edhe për shoferat. Për krejt. Ti aty kufizimin e shpejtësisë sado që e ki, del një fëmijë dhe pson dhe ti si shofer. Përfundon shpejtësia ato është 70. Po dhe 70 është shumë. Po imagjino tjerë që 70-shin kanë herë din me dy fyshu, kanë herë ndoshta me bon 90-100, çka do prapë është shumë. Kena kombibose që shkojnë me marr fëmijët aty afër, ndoshta kanë herë dalin këtë në rrugë, vetëm s'ka juhën pak, sa herë bëhet kolona, disa makina të dalë murkys në autostradë në rrugën magjistrale Ibrahim Rugova, disa tjera të hy. Mandej kur të vinë shpejt kamionët ose makina tjera, ato është jashtëzakonisht e rrezikshme për krejt kalimtarët aty. Edhe sinqerisht është e dhimbshme që njerëzit, paktë njerëzit aty veni nuk kanë bërë kurrë. Unë kot jo mundu me ngrit zoni, ka qenë edhe e kam ftuar edhe inxhinierën e komunikacionit, madje ajo qeshi tha, po na me bë këtë kërkesë ta kishin ata me neve. Tha se shkolla nuk ka drejt qasje në rrugën magjistrale. Edhe unë thash, shkolla ekziston pa kon rruga magjistrale. Shkolla ekziston me vite e vite. Është dashur me mendua ata paraprakisht. Edhe nuk ka çka është më dhëmshmja, nuk ka asnjë shenjë që tregon që shkolla është këtu. Edhe që kjo mungon. Të paktën nuk më bë kërkesë, të paktën një shenjë me tregu që shkolla është këtu. Okej. Eventualisht nëse nuk ka asnjë mundësi atë me zhvendos shkollën. Shkolla nuk mund të më zhvendos, por ka alternativa hyrjen
me nda prej daljes. Hyrja tjetë një rrugë tjetër, dalja një rrugë tjetër dhe kjo e letësën edhe e zvoglan problemin. Sepse shkolla nuk zhvendoset, shkolla është e re. A nuk keni organizata avokuse në Granas? Unë e thash kështu, të pakten, nuk po më interesojnë sinqerisht. Neve prindërve nuk na interesojnë shumë ligjet kur janë pyetje jeta e fëmijëve tonë aty. Edhe unë shpesh e tham, këta deputet, këta zotnit që qeverisin këtu, sikur të kishin fëmijët në shkollën tonë, unë besoj që mot ish bozidhja. Po derisa ata arrin komod se fëmijët e tyre janë për shkolla private, për shkolla luksoze, pse i bëhen vën aty në për fëmijët e tonë. Edhe sinqerisht e vetmja rrugë është kjo, me dalë me ndërprej rrugën e ndoshta bën zgjidhja. Qështu vujna na populli për det me të sogjana, e flasim tani për masa ndëshkimore, edhe këtu do të bëhet masa ndëshkimore. Po, sigurisht. Është të tmeshme, është emergjente. Po, nëse ishin zbatu ligjet, ashtu që shduhet, ose nuk ishtë ndërtu rruga në atë mënyrë, ose nuk ishtë ndërtu shkolla në atë vend. Sepse na kemi ligje dhe të infrastrukturës. Ekziston drejtoria për infrastrukturë. Drejtoria për infrastrukturë do të me kanë përgjithse për kërejt atë kaos, drejtoria për infrastrukturë ka qenë në vizitë sepse unë kom shku dhe kom lutë disa herë ka arë drejtori i drejtorisë e kanë si shoqëri, vetëm nuk mundemi me thonë si shoqëri që nuk i zbatojnë ligjet. Momentin që nuk zbatojnë ligjet krijohet kaosi. Ligjet janë për me sjellë rend edhe rregull në një shoqëri. Momentin që nuk zbatojnë kaos në komunikacion sot valla. Kena kaos. Atëherë ose ka mungesë ligjeve ose ka ligje ka për s'ka zbatim të ligjeve. Atëherë duhet me gjetë personat që janë përgjegjës dhe me i marrë në përgjegjësi. Shkollën na nuk mujna me zhvendos. Shkolla është që aty, nuk zhvendoset. Rrugën nuk mujna me zhvendos, po ka alternativa për mjërujt rrezikut për jetë. Unë thash pra, na kena kërku që hyrja mundet më ndryshu, dalja me kon tjetër anë, edhe e paksojmë rrezikun, e ullit rrezikin këtë rast. Po derisa na ka të kërko, ato s'po ka ndryshim, ato diçka do të më banë. Na këtë kemi kërku. E fatkeqësisht raste si këto ka jashtëzakonisht shumë, domethënë. Po nuk besoj që në shkollë, në Kosovë ka një shkollë që paraqet rrezik sikur shkolla Hasan Prishtina Llaposhnik. Po s'është drejt për drejt në autostradë realisht. Rrugë magjistrale. Qika, unë përmënej që ardhëm në fund edhe pse ka shumë për më folë për këtë temë, është diçka që definitivisht në herë kur vrejhet kjo mungesa e funksionimit të rendit edhe të ligjit ashtu që duhet, atëherë mbetet qytetarëve për me marrë në dorë jetën e vetë edhe veprat e veta. E zotë nëse cili jena pengi veprave tona, e nëse na nuk kujdesemi për vetën tonë, nëse shoferi nuk mendon për familjen e tij, për rrethin e tij shoqëror, për damin që pja bën radhë të parë vetës, atëherë nuk ka as ligj e as rend që mundet me e rregullu. Kështu që duhet me u mundu me qenë të përgjegjshëm në radhë të parë, më u fol sa më shumë që mundemi njerëzve tonë të afërm, po thom të rive, po fatkeqësisht i kemi dhe do të ri ka 50 që nuk po din me qenë të përgjegjshëm, e që ka raste dhe kur garojnë me njëri tjetrin në autostradë, kush po vozit ma shpejt, pa qenë të vetëdijshëm për damet që kanë me i ba, ose që tha Valentina ose ti Beki, nuk e di cila e përmend që jemi popull që jemi gjithë për ngut, nuk di me unis, jove që nuk nisemi me kohë, po dhe nisemi mas kohës, në vend se të nisemi 15 minuta ose 20 ma herët për me mëri, po në anën tjetër ma mirë është me u vënu, se mos me mëri heq. Definitivisht. Kështu që unë nuk kam diçka për me shtu për këtë temë, është tema që mas shumë ti më ka kriju në ndjeshmëri për krejt temave që më ka ra me i diskutu gjatë kohës sa jam në media, nështë ta për faktin që shumë më kanë dhimë të ato dy zonja që vdiqën, ose edhe për shkak të informacionit, ku më the që ka njeri 70 dënime që nuk i ka pagu, atëherë çfarë shpresë mujna me pas në këtë vend, kur dënimet dikujna i bëhen mi botu liber. Nështë ta liber, jo, që 70 dënime, 70 fleta, del një liber, këgja... E po këto kur jena të masat dëshkimore, kur njerëzit me pozita të larta nuk guxon aty në mju denu dikush i antarëve të familjes. A e mendojnë ata që nuk është gjithmonë antari i familjes që shkakton aksidentin? A e mendojnë që mund me kanë antari i familjes viktima? Si do të ndiheshin ata që viktima është i familjari tyne, çka kishin bën ata për shkaktimin e kësaj viktime në këtë rast?
çdo masën më të madhe ndeshkimore kishin marrë. Andaj le ta qesim dorën zemrën thonë na shqiptarët, e le të mundohemi me parandalu. Kush e meriton le të ndeshkohet, jeta është e vlefshme, menoni njëri tjetrin, menoni dhimbjen që shkaktojnë njëri tjetrit, lëni organet e drejtësisë ose organet kompetente ose policë këtë rast, le ta kryejnë punën e vet ç'është duhet, ata dinë me bë mjaft mirë punën e vet, thjesht i nevojitet me i la me kry punën e tyne, pa hy ato dorë as e shtetit, as e pushtetarit, as ati me pozita çfarë do qoftë, thjesht le ta lajmë policën me kry punën e tyne, na si popull me eduku vetveten që në rrugë pse ke bani një makinë të mirë, nuk u bën nami, nuk ke hyp në aeroplan, shfrytëzo atë rrugë, sinqerisht shfrytëzo atë rrugë, krye punën tane, po jo me dalë me myt dikën, sepse në fund je vrasës. Edhe me fe, e di që nëse po e zom 100 orë është shpejtësia, edhe ti ke shku 200 orë, edhe të kanë zonë vdekja, ke vdekje ose ke shkaktu aksident, unë e di që kjo llogaritet vetvrasje. Ose në këtë rast e ke lëndu dikën që është me fatalitet, ti e ke vra dikën. Edhe nuk ka këtu mëshirë për këtë rast, sepse ti e ke dyfishu shpejtësinë. Nuk guxon me pas mëshirë ndaj këtyre rasteve. Fiks. Pajtona, unë personalisht uroj që mos me pas asnjë rast të tillë me fatalitet në Kosovë, edhe asnjë rast me dame qoftë edhe të lehta. Megjithatë prapë qëndroj prapa asaj që ish dashur me ndryshu ligjet në fuqi, sa i përket shpersimit të dënimeve, për arsye se edhe një prej qëllimit të dënimeve kemi na thonë edhe në emisionet e kaluara që është vendësimi i kryesit që nëse shkel prap ligjin, dhe vendësimi i opinionit publik që nëse shkel ligjin njëjtë ka mu dënu sikurse edhe kryese para prak, nëse këto dënime janë tulta apo të vogla, sigurisht edhe vendësimi ka me qenë i vogël ose s'ka me pas vendësim fare. Andaj konsideroj që ligjet duhet mu shpërsu patjetër në këtë drejtim. Qika, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Po kjo është temë që s'ka më kry kurrë, ka shumë që duhet me folë për këtë temë. E fatkeqësisht çdo temë që po e trajtojna për shumë sa të rritura jena me folë. Sinqerisht po ka shumë, sidomos këtë temë, ka raste të rënda, e ma të rënda që na nuk arina ndoshta mi përfaqësua as mi diskutu këtu, po e rëndësishme është që na si njerëz do të me dash jetën, respektoj rrugën, respektoj shenjat, respektoj uniformën e policisë, duje jetën, ma mirë është me shku vend sa mos me shku hiç. Mendo për familjen tane, mendo për ata që i ke lanë në shtëpi, mendo që ma mirë është më kthy e me të prit dikush në shtëpi se sa mos më kthy hiç e mi lan ata njerëz në vujtje tonë jetën. Kaq prej meje sonte, faleminderit. Qika, erdhëm në fund, të shpresu që kena mri me kontribu diçka në vendësimin e njerëzve që janë pjesë e komunikacionit në çfarëdo forme, veç mas atyre që janë në timon. E mbyllim diskutimin e sotëm, natën e mirë e mirëmbëjtje.